Mirë se erdhët. Sot do të flasim për një pyetje që, me siguri, shumë prindër ja bëjnë vetes. Kur është tamam koha e duhur për ta çuar fëmijën te ortodonti për herë të parë? Shumë prej nesh mendojnë se duhet të presim, por, siç do ta shohim, përgjigja mund t'ju habis. Le t'i japim përgjigje kësaj pyetjeje një herë mirë. Ja si do të rrjedh biseda jon. Do fillojmë me atë pyetjen klasike të prindërve. Pastaj do të zbulojmë atë që quhet dritarja e artë, pra moshën 7 vjeç. Do të kuptojmë pse është kaq e rëndësishme kjo moshë dhe në fund do të shohim se cila është rruga më e mirë drejt një buzëqeshje të shëndetshme. Pra, le të fillojmë me pikën e parë, dilema që hasin pothuajse të gjitha familjet. Ajo ndjenja e pasigurisë. Kur duhet bërë hapi i parë për kujdesin ortodontik? Dhe ja ku është pyetja kryesore. Kur duhet ta bëj fëmia vizitën e parë tek ortodonti? A duhet të presim sa t'i dalin të gjithë dhëmbët e përhershëm? Apo ndoshta presim derisa të shohim ndonjë problem me sy të lirë? Këto janë pyetje krejt normale, por përgjigjja e ekspertëve, siç thash, është goxha befasuese. Okej, tani le të kalojmë tek përgjigjja. Dhe specialistët janë çuditërisht specifik për këtë. Domethënë, ekziston një mendim i përbashkët për një moshë të caktuar kur duhet të bëhet ai vlerësimi i parë. Dhe ja ku e keni. Numri magjik është 7. Po, saktësisht. Shoqatat më të mëdha të ortodontëve në botë rekomandojnë që kontrolli i parë të bëhet pikërisht në moshën 7 vjeç. Ky është ai informacioni kyç që duhet mbajtur mend nga e gjithë kjo bisedë. Po mirë, pse kaq herët? Pse pikërisht 7 vjeç? Mund të duket pak si herët apo jo? E po, në fakt ka arsye shumë të forta, si biologjike ashtu edhe praktike, që e bëjnë këtë moshë dritaren e artë për të vepruar. Shikoni, mosha 7 vjeç është një moment vendimtar për diagnostikim. Përse? Së pari, dalin dhëmballet e para të përhershme. Këto janë si spirancat e gojës, themelet mbi të cilat ndërtohet gjithçka tjetër. Pikërisht atëherë, një ortodont mund të shohë qartë se si po rriten nofullat, të dallojë ndonjë problem të mundshëm serioz që në fillim dhe të kuptojë se ky është momenti ideal për një trajtim të hershëm dhe efektiv. Dhe nuk është vetëm çështje dhëmbësh, ka edhe një anë tjetër, ato psikologjike. Siç thuhet këtu, në këtë moshë, fëmijët janë shumë më bashkëpunues, më të motivuar. Ata i marrin udhëzimet më lehtë dhe kjo e bën të gjithë procesin, nëse nevojitet trajtim, shumë më të thjeshtë dhe efektiv për të gjithë të përfshirë, edhe për prindrit. Pra, cili është përfitimi i gjithë kësaj? E po, ideja kryesore është se veprimi i hershëm nuk ka të bëjë thjesht me rregullimin e problemeve, por me parandalimin e tyre. Është tamam si drejtosh rritjen e një pemë të vogël. Në vend që të presësh të rritet shtrembër dhe pastaj ta presësh, ti e udhëheq që në fillim. Kështu, shfrytëzohet rritja natyrale e nofullës, krijohet hapësira aty ku duhet dhe shpesh shmanget nevoja për procedura më të komplikuara më vonë, siç është heqja e dhëmbëve të përhershme. Ja një shembull perfekt i kësaj ndërhyrje të hershme. I famshmi mbajtës hapësire. Çfarë është ky? Imagjinoni që një fëmijë i bie një dhëmb qumshti para kohe. Natyrshëm, dhëmbët e tjerë do të tentojnë të lëvizin dhe ta mbyllin atë boshllëk. E po, ky aparat i vogël i thjesht nuk bën gjë tjetër veçse ruan atë hapësirë të çmuar, duke u siguruar që kur të vijë koha, dhëmbi i përhershëm të ketë vendin e tij gati dhe të dalë drejt. Mirë. E kuptuam rëndësinë e vizitës së parë. Por si lidhet kjo vizitë në moshën 7 vjeç me planin e madh? Sepse sigurisht nuk bëhet fjalë vetëm për një vizitë të vetme. Ky është thjesht hapi i parë, por një hap thelbësor në një strategji afatgjatë për një buzëqeshje të shëndetshme. Dhe ja strategjia e thjesht me 2 faza. Faza e parë, mosha 7 vjeç. Kjo është për vlerësimin, për të parë ku jemi dhe për të trajtuar ndonjë problem urgjent. Faza e dytë, rreth moshës 10 vjeç. Kjo është koha ideale për të filluar trajtimin kryesor, nëse është i nevojshëm, sepse pikërisht atëherë shfrytëzohet në maksimum potenciali i rritjes së nofullës. Dhe ky planifikim kohor nuk është as pak i rastësishëm. Pse rreth moshës 10 vjeç? Sepse pikërisht atëherë shumica e fëmijëve hyjnë në atë që quhet hovi i rritjes. Dhe ortodontistit e zgjuar e përdorin këtë forcë të natyrës si aleatin e tyre më të fuqishëm. Kjo e bën trajtimin shumë më të shpejtë, më efikas dhe, në fund të ditës, më të lehtë. Këtu e shohim ndryshimin bardhë dhe zi. Nga njëra anë, kemi rrugën proaktive, atë që rekomandohet. Fillojmë herët në moshën 7 vjeç, udhëheqim rritjen natyrale, shmangim komplikimet, gjithçka është më e thjeshtë. Nga ana tjetër, rruga reaktive. Pra, të presim sa të shfaqet problemi. Kjo shpesh do të thotë trajtime më komplekse, më të gjata dhe një mundësi më e madhe për të pasur nevojë për heqje dhëmbësh. Zgjedhja duket mjaft e qartë, apo jo? Pra, për ta përmbledhur gjithçka që duhet mbajtur mend është ky plan i thjesht me 2 hapa. Hapi i parë,
Planifikoni një vizitë ortodonti rreth moshës 7 vjeç, vetëm për një kontroll. Hapi 2. Ndiqni këshillat e specialistit. Nëse sugjerohet një trajtim kryesor rreth moshës 10 vjeç, tashmë e dini pse. Kaq e thjeshtë. Dhe kjo na sjell te një mendim i fundit, pak më i thellë. Si mundet që një vizitë vetme, kaq herët, të ndikojë në besimin e një njeriu për gjithë jetën? Sepse në fundit nuk bëhet fjalë vetëm për dhëmë të drejtë. Një buzëqeshje e shëndetshme ka fuqinë të ndikojë në mënyrën se si një fëmijë e sheh veten dhe ndërvepron me botën. Një mendim me vlerë apo jo? Faleminderit që ishit më mia në këtë analizë.